votimit duhet të mbetet kështu siç është dhe i pari ta bëj me do e mas shumicën dhe ta bëj edhe qeveri pas 2-3 ditëve në javë, sepse ka shumicën. Këto dy rregulla, dy mundësi nuk munden me bashkëjetu. Nuk kontestoni kushtetutën, a? Jo, unë mendoj që ju për kontestoni kushtetutën. Jo, leximim personal, këto dy faza nuk janë të lidhura njëra me tjetrën. Çto argumente i kam dëgjuar kushtrim me çdo deputet që kam debatuar vendosis kuvend që karo, kam dëgjuar argumentet kjo mirë me kon, kështu mirë me kon, kjo. Kjo është arkaike komplet. Na kemi një kushtetut, kemi rregullore të cilat nuk mendoj që rregullat aktuale janë perfekte. Jo, nuk perfekte. Jo perfekte. Nuk ka hapësira që e lejon këto rregulla mundson bllokime. Jo, është keqpërdorimi i rregullave që mundson bllokimin. Jo hapësira e rregullave. Vetë fakti që ne votojmë për post që është parafitu në zgjedhje, është një farë absurditeti. Jo, s'është absurditet. Ai pra, veja mendon që kushtetuta është absurde. Votohet për çka? Ai mendoni që rregullat kushtetuese janë absurde. Ne mendojmë që janë shajta kështu, në kuptim votimi bëhet ka shoqënisë që bazohet në ligj. Jo, shikoni. Votimi ka shanse nëse ka garë. Kraki. Nëse posti është paracaktuar, pas 48 orëve, vetëm një gjë ta qartësojmë. Edhe pas 48 orëve do hidhet në votim kështu, do të përpiqeni të ta hidhni në votim kështu në mirë. Shikoni mekanizmi, po ne jemi në kuadër. Jemi në proces. Totalisht jemi në proces. Jemi në kuadër. Pa kuptim për shumë kënd, në çfarë procesi jemi futur. Ne jemi Dhe për këtë jeni dy palë jeni fajtor donë. Ne jemi shikoni dy palë. Shikoni. Po ta kishim Jo, nëse pranoj këtë. Po ta kishim përsërit. Asnjë faj. Shikoni. Okej, ta bëjmë politik. Shumë kush unë e pash. Unë po i shoh që reagimet e shikuesve edhe të njerëzve të opinionit publik thonë si është e mundur që këta të mblidhet mos bëjnë zgjedhje. Është shumë e qartë, zot Sadiku, është shumë e qartë. Partia që i ka fituar zgjedhjet në mënyrë relative, që përfaqëson zoti Kraku, këtu i ka fituar zgjedhjet, ka fituar drejtën me propozu kandidatin për kryetar. Kuvendi, jemi të qartë deri këtu. Deputetët janë po ashtu të lirë të votojnë. Në kushtetuta ku përmendën një herë, në kushtetutat ish komuniste zoti Kraku, e kanë pas një koncept që u quajt mandati i detyrueshëm. Deputeti ka qenë i detyruar me votu çka von partia. Në masi që ka ra komunizmi, kushtetutat demokratike krejt modelohen sipas modelit